Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Wa'd al-Amin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ala man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamat më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik, dhe mbarë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusim të mëdhnueshmin Allah na bëj prej tyre. Do të ndalemi sonte me shpresën e Allahut xhel xelalu tek disa detaje të cilat na pasqyrojnë dhe na e prezantojnë akoma dhe më mirë se kush ishte zotnia i nderuar Umar ibn Khattabi radiallahu anhu. Normalisht që njeriu ne prezantojnë qëndrimet që ai ka, qëndrimet që ai mban, sfidat me të cilat përballet, ndaj siç i thonë që floriri zbulohet kur e vendos në flak, ashtu dhe njerëzit zbulohen kur vendosen përballë sprovave, ku e lutim Zotin xhelel xhelalu të na nxjerrë faqe bardhë. Pa u sprovu nuk ka. Pa u sprovu nuk ka. Ndaj dhe Zoti xhelel xhelalu në Kur'anin e tij famlar në drejtohet dhe thotë: "E fa amintum, a mos menduat ju vallë se do të thonit besuam dhe nuk do të sprovohenit?" Allahu shpëlbej. Dhe nuk do të sprovohet në mënyrë kategorike jo. Ndaj dhe këta njerëz u sprovuan, qëndruan fort, i dolën mball asaj besimit tyre, pra besimit të cilin e përfaqësonin, dhe nëpërmjet këtij besimi i veçoi Allahu subhanahu wa taala dhe i bëi të shkëlqejnë në horizont sikurse yjet. Ndaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, pra kur flet për shokët e tij, thotë: "Mos mi ngacmoni shokët e mi. Mos mi ngacmoni shokët e mi, se një grusht të cilin ato japin, ose një dorë të cilin ato japin në rrugë të Allahut, ju nuk barazoheni, pra thot për ata të cilët vinë pas tyre, ju nuk barazoheni sikur t'jepni dhe malet, sadaka dhe malet." Pra këta njerëz bartnin disa virtyte tepër të veçanta që i bënin njerëz të veçantë. Umeri radiallahu anhu e kemi përmendur dhe në herën e kaluar për vigjilencën e madhe që ai kishte. Vigjilencën, trimërinë, mbi të gjitha dashurinë për profetin alayhi salatu wasalam. Me përfundimin e betejës së Uhudit, ku u thyen muslimanët ç'është e vërteta, pati 70 shahid, shumë të plagosur, ishte një betejë që edhe vetë profeti alayhi salatu wasalam u plagos, dhe pejgamberi alayhi salam dha urdhër që njerëzit të tërhiqenin, luftëtarët të tërhiqenin drejt malit të Uhudit. Aty afrohet Ebu Sufjani, pra ishte pamundur që ata të ngjitenin për tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe udhëtarët e tij, mbështetësit e tij për ta sulmuar. Aty afrohet Ebu Sufjani dhe nis dhe fol ose thret, thot: "A është gjallë Muhamedi?" Sepse ishte një person që i thonin Ibni Qami'e quaj ky, që pretendonte se kish vra pejgamberin alayhi salam. Dhe thonte me të madhe, pra e kam vra Muhammedin. Pejgamberi alayhi salam u bën me shenjë shokëve të tij dhe thot: "Askush mos i kthej përgjigje." A është gjallë, thot Ebu Bekri? Askush thot mos u kthej përgjigje. A është gjallë Umeri? Askush do mos i kthej përgjigje. Nëse këto thot janë vrarë, nuk ka rëndësi se kush ka mbet gjallë. Domethënë këta ishin flamurtar, shikoni të nderumit e mi, subhanallah. Pra edhe vetë Ebu Sufjani, i cili nuk ishte musliman, vlerësimin e kishte tek disa figura konkrete, normalisht tek profeti alayhi salam, po flas tek shokët e pejgamberit, si rasti e Ebu Bekrit dhe Umerit. Pra dhe vetë Ebu Sufjani i jep një vlerësim tepër sfikatur këtyre dy personave. Më pas nis Umeri dhe i kthem përgjigje,
sepse kur e thot këtë fjalën që nëse këto janë vrarë, nuk më interesojnë të tjerët, reagon Umeri radiallahu anhu, thot vallahi, thot të gjithë ata që ti përmende janë gjallë. I kalon Allahu me ta boj jetën malore ty. Pra me ta nxi jetën ty. I kalon Allahu vetëm me ta nxi jetën ty. Thot atëherë jemi 1-1. Pra ju na mundët në Bedër, ne ju mundëm tani në Uhud. Dhe thot u'lu Hubel, i madhërum thot qoftë Hubeli. I thot pejgamberi alayhis salam, a nuk po i përgjigjeni? I thon çfarë ti themi, i dërguari i Zotit? Thuani, thot Allahu a'la wa ajal, Allahu është i lartësuar i vërtet, që nuk barazohet askush me ta. Thot Abu Sufjani, thot ne kemi Uzzan, idhuj të cilët adhurohenin. Ne kemi Uzzan wala Uzza lakum, dhe ju s'keni Uzza. Këtu reagon Umeri radiallahu anhu dhe thot, të vrarët tanë janë xhennet, të vrarët tua janë zjarr. Pra, në këto qaste, normalisht që të reagojsh në një situatë, të reagojsh në kohën e duhur, suksesi vjen prej Zotit gjithmonë. Por ka disa shenja, domethënë që Zoti ja jep gjithkujt. Suksesi vjen prej Allahut, por në këto qaste, domethënë reagimi i Umerit ishte totalisht i duhur. Pra reagon në kohë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se edhe në ato qaste aq vështira, të cilat po kalonin muslimanët, ai sërish domethënë jetonte me mirësitë me të cilat e kishte begatuar Allah. Pra Allahu e kishte begatuar me mirësinë e vigjilencës, jetonte edhe në ato qaste me to. Një tjetër fragment në jetën e Umerit. Kemi Umerin në atë që njihet ndryshe si Sulhu Hudaybiyah ose pajtimi i Hudaybiyes ose marrëveshja e Hudaybiyes, ku pejgamberi alayhis salam është nisur bashkë me shokët e tij për të bërë umre, dhe një delegacion i cili shkon dhe e pret në të hyrë të Mekës, domethënë kërkon një përfaqësues, tek përfaqësuesi pejgamberi alayhis salam kërkon të dërgojë Umerin. E kemi përmendur edhe më parë që Umeri radiallahu anhu ka qenë ambasadori ose ai i cili përfaqësonte kurejshitët në bisedat e ndryshme që kishin apo negociatat e ndryshme që kishin sot, pra ministër i jashtëm. Mi po shikoni, pra njeriu i cili është i mençur, është i zgjuar, ndaj dhe them që ajo lloj trimërie që njerëzit presin tek Umeri, pra trimin budalla, nuk është tek Umeri. Nuk është trimi budalla. Umeri është trimi i mençur. Dhe Umeri thotë, i dërguari i Allahut, nuk ka mbet në Mekë farefis që më ndal në mbrojtje. Pra të shkoj unë tani tek pull, s'ka mbet farefis që të më ndal në mbrojtje. Ndaj thotë, i dërguari i Allahut, atë të propozoj një emër. Thotë pejgamberi alayhis salam, patjetër. Thotë Uthmanin, dërgoi Uthmanin. Dhe ashtu ndodhi. Shkoi Uthmani. Ajo që duhet të them, nuk ishte vetëm kjo pjesa e parë, por është pikërisht pjesa e dytë. Një ndërnenet e kësaj marrëveshje ishte që pejgamberi alayhis salam në atë vit me patjetër, pikërisht kur ka arritur deri në Mekë, duhet kthehet në Medinë dhe nuk duhet hyjë në Mekë me bë umrën. Dhe profeti alayhis salam e pranon diçka të tillë. Ndër të parët i cili kundërshtoi ishte Umeri radiallahu anhu. Por kur themi kundërshtoi, reagoi ndaj këtij vendimi, ndërsa pejgamberi alayhis salam ishte më i dashur për Umerin se sa vetja e tij. I thotë, i dërguari i Allahut, a nuk jemi ne në të vërtetën hak dhe ato të kotën? Thotë po. A nuk je ti i dërguari i Zotit? Po. Fa'ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina. Përse të pranojmë ne, domethënë, të tërhiqemi, bëjmë mrapa në fenë tonë. Thotë Umer, pra pejgamberi alayhis salam e din se kush po flet. Thotë Umer, unë jam i urdhëruar prej Allahut. Pra të gjitha veprimet që i bëj, nuk i bëj nëpërmjet kësaj konsideratës apo për llogaritjes tonë.
unë i bëj me urdhër prej Allahut. Dhe pikërisht për këtë jam i urdhëruar që duhet të tërhiqem, sepse aty është hajri. Dhe aty ka ndërhyrë Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe i ka folë Umerit dhe Umeri ka bë mrapa. Ka bë mrapa, çfarë duhet të them në këtë rast? Umeri nuk ishte thjesht i irrituar, nuk ishte ai tipi emocional. E keni vënë re, domethënë që ka në mesin e shoqërisë tonë islame, domethënë një pjesë për tyre të cilët janë emocional. Morin, domethënë. Nuk është kjo feja. Feja është maturia. Feja është i mendosh gjërat. Dhe Umeri i tillë ishte. Ai me vërtet reagonte, por reagonte me pejgamberin alayhis salam. Nuk dilte tani në syt njerëzve thonë, "Çoni o burra." Nuk do veprojmë ne kështu si shta pejgamberi, por ne do të veprojmë një formë tjetër. Ai reagonte drejt për drejt me dërguarin e Zotit. Dhe kur profeti alayhis salam thonte që këtu, sepse unë jam i urdhëruar, e merrte mesazhin Umeri. Unë jam i urdhëruar dhe kam marrë fund muhabeti. Pra çfarë na pasyron? Na pasyron që ajo lloj trimërie e Umerit radhiyallahu anhu, domethënë që është keq përdorur shpesh herë në masat e muslimanëve, ajo lloj trimërie është trimëria e njeriu të mençur. Njeriu besimtar të denj, gjithçka e ka vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhe për treguar domethënë se kjo lloj ndjenje e shoqëron Umerin radhiyallahu anhu vazhdimisht, kemi një rast të cilin na përcjell sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë, një ditë prej ditësh pejgamberi alayhi salatu wasalam hyn në një nga baçet ose kopshtet ose vend pushimet ku shkonte thot normalisht, mirë po aty ku u duhej të hynte, ishte lënë një shteg që e quan Abu Huraira thot shtegu i dhelprës. Pra imagjinoni se sa e ngushtë, pra aq sa mund të hynte dhelpra. Dhe ndoqja thot pejgamberi alayhi salam dhe hyra tek ai shteg. Kur më pa, tha Abu Huraira, çfarë ka? Tash i dërguari i Allahut duket parë që u largove në atë formë, domethënë dhe u vonove, shkoi çik mendja për keq, thash mos ndoshta ne i kanë bënë një gjë të dërguarit Zot, ndaj dhe erdha. Thot buzëqeshi pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot dhe ashtu siç ishte, i kishte domethënë shapkat e tij aty pranë, mi dhan dorë dhe më tha o Abu Huraira, atë të jap një përgëzim. Këdo që të takosh jashtë këtij vendi, që dëshmon se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i tij, përgëzoje me xhennet. I pari Umeri. Abu Huraira duke vrapu gjithë qejf. A ka përgëzim më të madh? Vallai nuk ka. Ka përgëzim më të madh. Nuk ka myshdhe më të madhe për besimtarin se sa ky hadith që thotë domethënë përmaju la ilaha illallah, fjalës tauhidit dhe hyn xhennet. Kjo është shpresa më e madhe. Shpresa më e madhe për ne. Ore mund të falësh, mund të agjërosh ndër vite me radhë. Ka prej tyre përdorin edhe një diskutim shumë të gabuar. Kam 20 vjet xhamatun, ose kam kaq vite që falem unë. Pash Zotin e madh, ai i sigurt se ta ka pranuar Zoti një namaz. Një. Ai i sigurt, ke siguri. Ne kemi bërë çfarë na është kërku. Allahu me madhnit vet ka për të na dhënë ato që e ka premtuar, po a kemi siguri më vëlla? Këto më i thon vetes, siguria kemi. A ka siguri ndonjëri prej nesh që mund të adhurojë Zotin gjithë jetën, pa dhënë shpirt, pa dhënë shpirt në tauhid, pa dhënë shpirt në besim? Askush s'ka siguri. Mund të vdesësh rujna Zot, o Zot. O Zot, na merr shpirtin sot me besim se sa 300 vjet tjerë rujnë e Zot pa lezetësi jeton. Ndaj përgëzimi më i madh ky hadith i pejgamberit dhe Abu Huraira pra të parin takohet me Umerin. Thotë dhe pasi e përgëzova Umerin, unë nisë të largohem. Thotë dhe mran kraharor. Ai sa më përplasi për tokë. Dhe unë që nisëm i thonë që çfarë pata Umer, dhe shoh Umerin radhiyallahu anhu i cili më vërzulet. Thotë dhe më doqi nga pas, pra unë vrap derisa shkum tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe i thotë i dërguari i Allahut atij që thonë Abu Hurairës, domethënë këto, thotë po thotë pejgamberi alayhi salam. Thotë i dërguari i Allahut,
Leri njerëzit pra mos ja thuj këtë fjalë, jetë tek i lu, sepse po t'ja thush këtë fjalë, kanë për t'ju mbështet kësaj fjale. Kom besuam, po ti ke besu, po. Të kesh besu nuk do të thotë se duhet me bën 99.000 zezat. Të kesh besu do të thotë që duhet t'u largohesh tyre 99.000 zezave. Kjo është shenja e besimit tamam. Buzëqeshi pejgamberi alayhis salam dhe tha ashtu vepro. I dërguari i Zotit merr ose punon ose vepron me udhëzimin e Umerit radhiyallahu anhu. Çfarë tregon kjo? Ka vlerësim më të madh? Por Umeri nuk është njeri emocionant. Ky është treguesi më i madh. Dhe i tillë duhet me qenë besimtari. Nuk duhet me qenë besimtari, domethënë ai njeriu që për një çast qurra vitet. Më kuptoni drejt, nuk e kam për t'i njoruar s'kand vallaj. Po një çast domethënë qurra vitet, domethënë preket. Normalisht ne jemi krijesa që prekemi. Po një çast tjetër e shef se nuk ju përmajt parës. Nuk i ka ardhur e keqja e Islamit vetëm nga njerëzit emocionant. Si ka ardhur një herë e keqja e Islamit vetëm se nga njerëzit emocionant. Ndaj dhe pejgamberi alayhis salam ka kërkuar t'i largoj nga përgjegjësitë njerëzit e tillë. Si rasti i kujt i sahabiut nderuar Abu Dharr radhiyallahu anhu, i cili i shkon pejgamberit alayhis salam dhe i thotë i dërguari i Allahut, më ngarko dhe mua ndonjë detyrë ashtu sikur se ja ngarkon shokëve të tjerë. Do të thënë edhe unë nuk është punë se jam më i pakët ose e meritoj ose nuk ka ardhur kohë. Jo. Po më ngarko dhe mua, pra e shihnin si përgjegjësi, nuk e shihnin domethënë si nder. Pejgamberi alayhis salam lirshëm i thotë o Abu Dharr, ti si je për të? Arsye sepse Abu Dharr ishte njeri që emocionoi dhe njerëzit të cilët emocionohen të marrin qafë, sepse ai nuk komandon dot ndjenjat e tij, nuk ruan dot një ekuilibër të ndjenjave të tij. Imagjino se çfarë bën ky person. Ndaj kanë thonë, mos e pyet të diturin, ndërkohë që e shef që ai e ka me nxitim. Pra ai don me hik ka punë të veta. I sekond se dish më të bëj pyetje. I pyetje, po ajo pyetja që për ty domethënë nuk është ndonjë gjë e madhe për njeriu të cilin po e heq nga qafa jote dhe po e vën qafë, është shumë. Mos e pyet kur e din që ai ka një siklet. Pra, i ke shku tani me një pozicion, ai ka një X siklet. Ai nuk e ka mendjen fare ke përgjigje jote. Se si të përgjigje ty, pra ke pyetje që ti i drejton atij. Dhe një çast aman edhe këtë. Duro falt Allah. Mos e pyet ose mos drejto domethënë gjëra të cilat janë kohë pa kohë, vend pa vend. Më ka rastis mu, po si mu, normalisht edhe shumë tjerëve, gjithsesi i cili mund të shkruajë nga një enciklopedi me pyetjet e çuditshme. Në vdekje, plak i vjetër, të pyet për martesën. E pash dhe nuk është se ja përtova dhe me ja thonë, në thonë drejtën. Kemi qenë më të ri, kur ishin më të ri, i lëshojshin në qikë më shpejt, dhe shikën e fillu të im lënë. Thasha, më gjëgjë, po ti si e ka as mosh për të martu, që me thonë, dhe me thonë që vëlla e keme shumë nëzitim. Unë s'kam për po ç'ke, mos ne thash, po duket vetja se jemi mdasëm ne këtu, pra ne jemi në vdekje ti më pyet mua për martesë. Ç'e pyet për martesën në vdekje? Pyet në një gjë se të ka afru dy. Thonte një mik i imi, zoti më mëshiroj, ishte në spital bashkë me të motrën, të dy vunin nga zemra, në të njëjtin spital. Motra në katë parë, ky në katë tretë, në katë katër. Dhe vjen haberi që vdiq motra. Normalisht e shkojnë xhenozë, pra doli prej spitalit dhe kur e pyetën që thonë të erdhër me leku deri aty, po thas po mor dy prej familje, po mor një herë. Vdiq një 2-3 muaj më mrapa, domethënë. Pra ai thonte me sensin e shakas, nuk kupton se me leku kisha ardhur fiks. Pra ty të ka afru, ti shkotu u marrësh pra burri vjetër, desha me të pyet një herë për martesë. Çfarë martesë të pyetsh më, po pyet për varrin në martesa. Dhe Umeri radhiyallahu anhu domethënë në këtë vigjilencën që kishte, dinte që çdo vend ka fjalën e tij të duhur dhe çdo kohë ka njerëzit e saj të duhur. Çdo kohë ka njerëzit e vet. Shpesh domethënë gjej besimtar që thonë,
ta kishim Umerin këtë kohë. Kishim Umerin tim këtë kohë. Ore kishim për ta vrarë besimtarët e muslimanët. Se Umerin e ka zgjedhur Allahu xhellal xhelalu me jetu për krah pejgamberit alayhis salam. Se ai sukses që arriti korri pejgamberi alayhis salam ishte dhe produkt dhe sakrificë këtyre njerëzve të cilët i qëndruan në krah. Dhe edhe Zoti xhellal xhelalu në Kur'anin e tij famlar i përshkruan të thotë minel mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, ka prej besimtarëve burra të cilët e kanë marrë besën që i kanë dhënë Allahut. Dhe ata ishin të tillë. E pa të mpyetur Aliun radhiyallahu anhu, pra pse e them një fjalë të tillë, pa të mpyetur Aliun dhe i thanë, "Ore, si është e mundur që në kohën e Umerit, të Abu Bekrit, Umerit dhe Uthmanit, territori islam sa vinte dhe zjerohej, ndërsa në kohën të atë, domethënë muslimanët tu vrarë me njëri tjetrin." Vallai ta ke drejt dhe sa ato burra, të cilët ti i përmende, kanë pas njerëz si puna ime mas detës, kurse unë kam njerëz si puna jote mas detës. Ti bëj herë llogarin, çfarë ke bërë ti? Çfarë jep ti për fen? Mos rri me analizu, aq më tepër me analizu brezat, vallai është përgjegjësi e madhe. Dhe Umeri radhiyallahu anhu ishte i tillë njeri që jepte përparësi fesë Allahut, fjalës së pejgamberit ndaj egos dhe dëshirave të veta. Tregohet në kohën kur Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu drejtonte shtetin islam, se te kishin një diskutim në xhami disa shokë të tij, ndërta dhe Ebu Musa al-Ash'ari i kërkon dikush Ebu Musës, thot, aman, po se pa dhe bezdi, shkoj e thrite pak Umerin nga shtëpia. Mirë, shkoj e thras. Shkon tek dera, i ra herën e parë, i ra herën e dytë, i ra herën e tretë. Herën e tretë, kur nuk u hap dera, pra i dëgjonte zëra brenda, që është e vërteta, nuk u hap dera, u nis me u largu. Hap derën Umerit dhe to, Ebu Musa, a je derës? Po, pse hiq? Po dhe sepse profeti alayhis salam ndër etikën që na ka mësuar, domethënë kur shkojmë tek shtëpia e tjetrit, trokasim domethënë, të qëndrojmë në krah, pra jo ballë për ballë derës, në krah gjithmonë, të qëndrojmë në krah dhe të trokasim deri në 3 herë. Nëse nuk të hapet, të ktheuni mbrapsht. Umeri radhiyallahu anhu në periudhën e Medinës jetonte larg me pejgamberin alayhis salam. Dhe një ditë shkonte fqinji i tij, thot ruanim baktinë e njëri tjetrit, domethënë për të jetuar. Dhe normalisht që jo gjithçka dinte, se në ditën kur shkonte fqinji më tepër interesoje çfarë ka zbrit për Kur'anit famlar. Ndërsa Umeri thot kur shkojte nuk ju ndante pejgamberit alayhis salam gjatë gjithë ditës. Dhe pikërisht këtë fjalë nuk e kish dëgjuar. I thotë Ebu Musës, thot vallahi, o ke për të sjellë dhe një tjetër që e dëshmon që e ka dëgjuar profetin alayhis salam të thoj këtë që ti po thua, që po pretendon, ose në të kundërt kam për të bën shembull në Medinë. Thotë dhe është parë Ebu Musa al-Ash'ari, i cili ende në xhami pra vraponte, si e ke parasysh si me të quk, domethënë grenza, s'din ç'më vetëm me hi, domethënë. Dhe i thot dikush, thot, çfarë ke, o Ebu Musa? Vallai këtu puna me Umerin do ta ka, ndokush e ka dëgjuar këtë hadith. Por thot gjithë kemi dëgjuar, ja thot, le të vijë dëshmoj ky që është ndër më të ri. Kaq dhe u sheshonte çështja me Umerin. Pra, fjala e profetit alayhis salam për të ishte ligj i padiskutueshëm. Pra nga i personi i cili ishte i egër, pra imagjino, është me nerva tani, jo me nerva. Tak, ja thu atë fjalën e Resulullahit, në çast qetësohet. Kjo nëse është treguesi diçka, është tregues i besimit që ai bart në vetvete. Se kur e shef fillimisht duket domethënë si një njerëz që jeton me emocion, nuk jeton me emocion, përkundrazi. Por jeton me besim. Umeri radhiyallahu anhu ka pas një modesti jashtëzakonisht madhe në sjellje, në të folur, në vepër. Tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe thot, ose para kësaj,
një rast ku Umeri radiallahu anhu i pat vdek dhëndri, burri i vajzës, i Hafsës. Khunejse ka pas ai. Khunejs. Dhe kërkon tashmë që vajzën ta martoj. Do thonë, a janë baballarët, nënat po flas dhe baballarët. Kur çuni kalon i çik mosha, nuk fillon domethënë baba. Aty i kalu mosha e kështu. Domethënë po kërkove për vajzën, ka një të keqe? Si të keqe s'ka? A janë fëmijët e tuaja ato të dy? Siç kërko për çunin, nuse, kërko dhe për vajzën domethënë, dhëndër ose bashkëshort. Dhe i shkon thot Uthmanit radiallahu anhu dhe i thot o Uthman, a e merr vajzën time për nuse? Pra e njihte kush është Uthmani. A më mirë një njeri i afër që ti ja din huqet e ja din përjardhjen e ja din normat e çdo gjë, apo një person me ne tash me eksperimentu? Thot Uthmani radiallahu anhu thot o Umer, më lërt mendohem. Më shiko se sa praktik më dha. Mendohet, thot, për disa ditë, dhe i thot, vallaj, thot, nuk kam mend për të martuar, dhe nuk du, domethënë. Mirë. Nga aty, thot, shkon dhe i thot Ebu Bekrit, radiallahu anhu. Thot Ebu Bekri, nuk më ktheu as një përgjigje. As po, as jo, as do mendohem, hiç. Kur pas disa ditëve, kërkon dorën e vajzës, thot, e kërkon pejgamberi, alayhis salam. Dhe kur e kërkon pejgamberi, domethënë që finalizohet, shkon Ebu Bekri dhe e takon Umerin radiallahu anhu dhe i thot: "O Umer, a u mërzite me mua?" Allah i thot fillimisht po. Ngeli hapë, se domethënë unë të bona një vlerësim të madh, thash të t'jap vajzën, ti as po as jo as jo. Vallahi Umer tha, unë e kisha dëgjuar që pejgamberi alayhis salam domethënë e kishte donte ta bonte diçka të tillë, por në të njëjtën kohë nuk flisja dot, nuk tregoja dot për planin e pejgamberit, ndaj që nuk thash as po as jo. Asgjë, domethënë nuk u ndjeva. Pra respektova edhe profetin alayhis salam, po të respektova edhe ty si Umer. Thot tani thot nuk kam asgjë. Kështu ishin shokët e pejgamberit. Ishin ata njerëz që edhe kur kishin hapur mbetje, po sheshoi më vëlla gjonat në tjetrin, ulu më herë. Ulu ballafaqoze vallai shumë prej keq kuptimeve që njerëzit kanë me njëri tjetrin, pa shëtmollin Zot janë vetëm si pasojë se nuk ballafaqohen, nuk ulen. Edhe domethënë mund të kesh bërë një llafë, mund të kesh bërë një dy llafë me dikën dhe nis dhe largohesh. Kur nis dhe distancohesh prej tij, ai kthehet u pa, por mund të jetë u pa normal në nga tjetër. Ja, shefsin pa. E në të pa me në shifsi e ka. Nuk është mua i pari. Po mirë më pa jeti i pari, që i thu tjetërit nuk është mua i pari. Ti akuzon tjetërin, ndërkohë që mund t'jesh ai që ke ndryshu, ti ai që ke ndryshu. Thu ka ndryshu, nuk është mua si që ka qenë. Po ktheu herë ke vetë, se nosha ke ndryshu ti. Dhe këta shokët e pejgamberit alayhis salam domethënë kishin diçka të tillë që edhe kur kishin në një problematik me njëri tjetër, i sheshojshin më gjonat, u ulin dhe i sheshojshin gjonat. Për treguar modestinë e Umerit radiallahu anhu, na tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dhe thot, teksa e kishim kry haxhillakun, e kisha thot me marak doja të pyesja Umerin radiallahu anhu rreth një ndodhije që Zoti me madhnit vet ka zbrit ajetin kuranor in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Edhe nëse pendoheni tek Zoti i gjithësisë, fajin e keni bë kur nisët dhe tradhtut. I them, o Umer, a mund të më thuash se për kë ka zbrit ky ajet ose si është historia, se e kish dëgju pak Abdullah ibn Abbasi, po donte ta dëgjonte konkretisht se është protagonist Umeri, është vajza Umerit, është dhe Umeri radiallahu anhu. Thot Umeri radiallahu anhu, thot po.
Siç e din, thot, unë jetoja në Awali, një zonë sot afër Medines, po dikur ishte larg. Thot, unë jetoja në Awali dhe një ditë shkoja unë ose zbrisja unë, gjithmonë fshatrat që janë të larta, thot, zbresim qytet. Si e kanë Trapajon, ka zbresin poshtë herë. Tirana për shembull fusha është e gjitha krejt, ka zbresin poshtë. Pse? Sepse vjen nga një malësi. Ose janë deg. Jam tura deri në Tiranë. Jam tura deri në Tiranë. Ashtu e thot dhe Umeri. Thot binin poshtë. Unë e kam vizituar Awalin në Medine, kam vizituar sepse ka dhe vende historike aty. Dhe kur e imagjinoja, domethënë, këtë fjalën, jam tura, domethënë, konkretisht, thosha, po është fush më vëlla. Jo, është fush, domethënë, si po zbres në Medinë. Mirë, po është qëllimi, domethënë, që po shkoj. Se s'ke ka zbres, është fush komplet. Dhe thot, ditën që shkon pikërisht ky fqinjin, kur kthehet i kishte ndru çerja. Thot, kur i ndron çerja, e pyes. Ishim në një periudhë, thot, që kishim frikën e një fisi, Beni Ghazwan, se mos na sulmonin. A mos ke dëgjuar, thot, që janë bo gati me na sulmu? Jo, vallai, thot, kam dëgjuar ca fjalë. Çfarë fjalësh? Kam dëgjuar, thot, këtë ajetin kuranor, dhe kam dëgjuar që pejgamberi alayhis salam po don me nda gratë e tij, me divorcu gratë. Mi po te gratë ishte dhe Hafsa. Nisa, thot Umeri radiallahu anhu, dhe shkova, u interesova tek Hafsa, domethënë që ore kam dëgjuar fjalë kështu, thot po. Është mërzit, thot, me mua dhe me Aishën, ka ditë që nuk po vjen, nuk po sillet si ai i pari. Mirë. Shkoj tek pejgamberi alayhis salam, pra aty ku më thonë që është i dërguar i Zotit, dhe kërkoj leje me hy. Se ti domethënë i thu, a o filoni këtu? Po, këtu, a mirë se erdhë. Po pritër se ndërës ka të rëzime të prit. Mund t'i je shumë i afërt, po pastaj. A që më tepër, kur je shumë i afërt, duhet ta mirë kuptojsh tjetrin. Duhet ta mirë kuptojsh, vëlla, dhe me të thonë, për vëllai, se ti një të larg ti që snivesh me të prej sikletit dhe nuk ja thu. Po ati të afërmin dhe i thu, vëllai, e kam për shpejtëre. Për zonin dhe e ke më të rëzi, zotë shpërblet që karë, vallaj, unë e kam për shpejt, unë kam për tik, kam punë. I thash, thuj pejgamberit alayhis salam që është Umeri të prit. A mund të vi? Thot, doli ai zotnia që kishton tek dera dhe vallaj, tha, i thash, për nuk më tha si gjo heshti. Aty, thot, shkova në xhami. Sillu vërdall, thot, kemi mberi, rreth e qark, si robi që ka i hall. Nuk ka hallin dëshim me nejtë në xhami, ai ka i hall tjetër. Ti thua ti hajde herë aty në xhami ti. Nejta, thot, i cop herë, nejta, shkova sërish, prap i thash, prap njëjtën përgjigje. Prap, thot, dola. Mas i kaloi i cop herë, thot, shkova dhe i thash, a është pejgamberi alayhis salam? Thuaj Umeri don me taku. Thot dhe futet, dhe pash që pejgamberi alayhis salam ishte i mërzit. Tash i dërgumi Allahut, a është e vërtetë se të kanë mërzit gratë e tuja? Uli kokën, sepse ishte vajza Umerit, pra, gratë e tuja ishte vajza Umerit ajo. Uli kokën, pra, që po, miratim. O i dërgumi Zotit tha, siç e dinë jemi kurejshit, jemi Mekas. Mekasit janë të ashpër, se është dhe vetë natyra që është e tillë. Dhe pozicioni gjeografik ka ndikim tek njeriu, natyra e ashpër, klima, domethënë klima e vështirë, natyra e ashpër bën njeriu një çik të vështirë edhe në komunikim. Thot, ne, thot, i dërguar i Zotit, jemi kurejshit, vim nga Meka. Kur kam marrë, thot, unë Medinë, që u vendosa në Awali, pra në periferit Medines, vëllai, thot, nuk isha mësuar ndonjëherë që gruaja më kthy llafe. Nuk isha mësuar. Mirë, po si filloi, thot, gruaja të u përzi me Medinë, se filloi gruaja të më kthy llafe, thashë gru. Si o puna kështu? Tha, po, kishin shku në vend but, Medini ishte komplet tjetër. Tha, po, jemi në Medinë,
Po Medinë jemi, po çfarë të bëjmë se nuk kam ngel me mentalitetin e Mekës. Vetëm ti s'ndryshoke. Shkoj pyet edhe një herë tha bijën tate ti vajzën tate, domethënë Hafsan, a i kthejnë llafe pejgamberit apo jo? Kur më tha, shikoni, kjo doli tani kjo pjesa që a i kthejnë llafe pejgamberit. Pra gjithmonë modeli i përmend pejgamberin, më rroj çështje për ta. Shkoj thot tek Hafsa. Masi takohem me të, i them, ore, kam ardhur me pyet. A ju bova ki që ju mi kthy llafe pejgamberit, domethënë me kundërshtuar ose me debatuar ose ku të diun. Por thot Hafsa, shumë normale. Normale, po. Dhe ja përmend këtë pejgamberit. Pra në rastin e dytë ja përmend. Vallahi i dërguari i Zotit tha, unë habita, domethënë kur mora vesh që ti edhe debatoje me gratë tuaja, imagjinoj me i gruën e jo të kesh disa rujnë Zot. Kesh disa domethënë. Dhe unë habita tha si adel, si e përballon diçka të tillë. O i dërguari i Zotit tha, duhet me i mirë kuptu se vallahi tha kanë ardhur në Medinë, janë infektuar nga këto të Medinës, pra ne kanë filluar të dëldis. Tha dhe filloi të qesh të pejgamberi alayhis salam. Dhe i dërguari i Zotit, ore edhe po që për të ndaj. Nuk ka problem, ndaj, nuk ka problem. Po dhe u zgjidh ajo çështje. U zgjidh ajo çështje që ishte domethënë tip konflikti me disa ishes dhe Hafsës ose ishin ato shkaktarët e diçka e tillë. Pra, shikon se si jetoi te ky zotni. Me çfarë thjeshtësie, me çfarë modestie, ai që e pyet në rastin konkret është Abdullah ibn Abbasi. Abdullah ibn Abbasi është në moshën e fëmijëve të Omerit. Pra është fëmijë për Omerin radhiyallahu anhu. Se kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, Abdullah ibn Abbasi ka qenë 2-13 vjeç. Shtojnë e 10 vite, 12 vite të tjera, pra kur ka vdek Omeri 63 vjeç, Abdullah ibn Abbasi, Qameti, ka qenë një 24 vjeç. Pra është fiks është mosha e fëmijëve të tij. Pra e pyet, nuk e ka problem të tregojë edhe për diçka që lidhet me familjen e tij. Se kur pyet tjetër për familjen është vjen i keq. Ti e din që haku është po prap vjen keq për të afërmin tënd. Ora ty të pyesin për një shok, për një të njohurin tënd edhe prap vjen keq. Por kur bëhet fjalë domethënë për familjen, ndaj si i tillë jetoi te ky zotni dhe ashtu e kaloi jetën. Këta ishin disa shembuj që i kisha zgjedh, kam edhe shumë të tjerë, po që mos me shkelat e kohën e minutazhit që kena vendos për të respektuar. Disa shembuj që për të plotësuar panoramën e Omerit radhiyallahu anhu, e lutim Zotin tjetë razi për Omerit dhe i është razi na mundsoj që të ecim gjurmë të këtyre njerëzve, e lutim Zotin xhelel xhelalut na bashkojë me ta në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.